Mbrëmja kishte rënë e rënë mbi shtëpinë. Dritat e zbejtha krijonin një atmosferë të tensionuar pas përplasjes që kishte ndodhur më herët mes Gertës dhe disa prej banorëve. Fjalët kishin qenë të forta, zërat të ngritur dhe energjia në shtëpi dukej sikur kishte ndryshuar krejtësisht. Gerta u largua nga debati me sytë e mbushur me lodh. Ajo përpiqej të dukej e fortë, por emocionet e kishin pushtuar. Në momentin e rrëmujës, kur tensioni ishte në kulm, një veprim i papritur nga Rogerti, që e kapi nga pas në mënyrë të papërshtatshme, e tronditi edhe më shumë situatën. Ishte një moment i çuditshëm, i paqartë, që shtoi edhe më tepër ngarkesën emocionale të asaj nate. Ajo u drejtua për në dhomën e gjumit, duke mos dashur të përballej më me askëm. Lotët i rritnin pa pushim. Ishte një përzierje zemërimi, shkënjimi dhe lodhjeje. Selini, që e kishte ndjekur gjithë situatën në heshtje, nuk e duroi dot ta shihte në atë gjendje. Ai hyri ngadalë në dhom. Nuk foli menjëherë. U ul pranë krevatit ku Gerta ishte shtrirë, me fytyrën e mbuluar nga jastëku. Mos e çaj kokën, i tha me zë të ulët. Nuk ja vlen për askënd këtu brenda. Ajo nuk foli. Vetëm mori frymë thellë, duke u përpjekur të qetësoj. Selini u shtri pranë saj, duke u përpjekur të i transmetonte siguri me praninë e tij. Ai e preku lehtë në krah, si për t'i treguar që ishte aty. Kur ajo ngriti kokën dhe sytë e tyre u takuan, momenti u bë i heshtur, i ngarkuar me emocione të pathëna. Pa shumë fjalë, ai u afrua dhe e puthi lehtë në buzë. Ishte një puthje e qetë, jo për spektakël, jo për kamerat, por si një gjest ngushëllimi dhe afrimiteti. Një mënyrë për t'i thënë janë këtu. Gerta mbylli sytë për një çast. Nuk ishte zgjidhje për konfliktet e shtëpisë, as për tensionet që do të vazhdonin, por në atë moment të vogël, ajo ndjeu një grim qetësie. Jashtë dhomës, shtëpia vazhdonte me shurmat e saj të zakonshme, me diskutime në strategji. Brenda atij krevati, megjithatë, koha dukej sikur kishte ndalur. Ishte një natë që do të mbetej gjatë në kujtesën e tyre, jo vetëm për debatin, por për mënyrën si emocionet i afruan më shumë se kurrë.